Israja dhe Miraxhi nuk është mit apo tridhim. Nuk ka dyshim se Israja dhe Miraxhi janë prej shenjave madhështore të Allahut që dëshmojnë për vërtetësinë e të dërguarit të tij Muhamedit a.s. dhe për pozitën e lartë që ai ka tek Allahu i plotfuqishëm. Po ashtu, ato janë dëshmi e fuqisë madhështore të Allahut dhe të lartësisë së tij mbi të gjitha krijesat. Allahu i madhëruar thotë: I lartësuar qoftë ai që e çoi robin e tij natën nga Mesxhidi Harami në Mesxhidi Aksa, të cilin e kemi bekuar vendin përreth tij që t'i tregojmë atij disa nga shenjat tona. Vërtet, ai është dëgjuesi, shikuesi. Surja Isra 1. Ka ardhur me transmetim të sigurt se profeti a.s. u ngrit në qiell, ku ju hapën dyert e tyre derisa kaloi qiellin e 7. Aty Allahu i foli atij dhe obligoi me 5 namaze ditore. Fillimisht, Allahu i bëri 50 namaze, por profeti a.s. i kërkoi lehtësim derisa ato u reduktuan në 5, të cilat në shpërblim janë sikur 50, sepse një mirë llogaritet 10 fish. Lavdia dhe falënderimi qoftë Allahut për të gjitha begatitë e tij. Ka patur mendime të ndryshme mbi këtë ngjarje. Disa kanë thënë se ishte vetëm një ëndër, por mendimi i saktë është se Israja dhe Miraxhi ndodhen në realitet me trup dhe shpirt, dhe për këtë ka shumë argumente. Imam Tahaviu thotë: Miraxhi është i vërtet. Profeti a.s. u ngrit në qiell me trupin e tij i zgjuar, e më pas në vendin që deshi Allahu. Allahu e nderoi me çfarë deshi dhe i shpalli çfarë dëshiroi. Ajo që pa zemra e tij nuk ishte gënjeshtër. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të në këtë dhe në botën tjetër. Ndërsa Imam Ibn Ebi Lizi në komentimin e Akidet Tahavije thotë: Ka pasur mendime të ndryshme mbi Isran. Disa thënë se ndodhi vetëm me shpirtin e tij dhe jo me trup, por ka një dallim të madh mes ëndrrës dhe udhëtimit me shpirt pa trup. Aisha dhe Muawija nuk thanë se ishte ëndër, por se ndodhi me shpirtin e tij pa u ndar trupi. Disa kanë thënë se Israja ndodhi 2 herë, një herë në ëndër dhe një herë zgjuar. Të tjerë thanë se një herë ishte para shpalljes dhe një herë pas saj. Qëndrimi më i saktë është se ajo ndodhi vetëm një herë në Mekë, pas fillimit të shpalljes dhe një vit para Hijretit. Profeti a.s. u nis fizikisht nga Mesxhidi Harami për tek Mesxhidi Aksa, duke udhëtuar mbi burakun, i shoqëruar nga Xhibrili. Aty u fal me profetët dhe e lidhi burakun pranë portës së xhamisë. Pastaj u ngrit në qiellin e parë ku takoi Ademin e më pas vazhdoi të ngjitej lart. Ky udhëtim fizik është vërtetuar nga fjala e Allahut: I lartësuar qoftë ai që e çoi robin e tij natën. Surja Isra 1. Kjo vërteton se udhëtimi ishte me trup dhe me shpirt, pasi fjala rob nënkupton trupin bashkë me shpirtin. Imam Ibn Kathiri thotë: Dietarët kanë mendime të ndryshme nëse ndodhi Israja vetëm me shpirt apo me trupin dhe shpirtin. Shumica e dietarëve thonë se ndodhi me trupin dhe shpirtin, i zgjuar dhe jo në ëndër. Përndryshe, ajo nuk do të kishte qenë një mrekulli e madhe, dhe as kurejshët nuk do ta kishin përgënjeshtruar në atë mënyrë që e përgënjeshtruan. Ndërsa Hakimi thotë: Sikur Israja të kishte qenë vetëm një ëndër, atëherë nuk do të ishte një mrekulli dhe nuk do të kishte pasur një përgënjeshtrim të madh nga kurejshët. Ata thanë: Ne shpenzojmë një muaj për të shkuar në Kuc dhe një muaj për të kthyer. E Muhamedi pretendon se shkoi brenda një nate dhe u kthye. Kjo do të ishte pa kuptim nëse do të kishte qenë thjesht një ëndër. Mbetemi të habitur nga mënyra e gabuar e disa njerëzve në interpretim, duke dhënë një argument të pjesshëm dhe duke lënë anash kuptimin e plotë ajetit. Dhe thanë: Nuk do të besojmë tek ti derisa të bësh që nga toka të shpërthej një burim për ne, ose të kesh një kopësht me palma dhe rrush, e të bësh që në për të të rrjedhin lumenj, ose të bësh që qielli të bjerë mbi ne sikur se thua, ose të sjellësh Allahun dhe engjëjt përballë nesh, ose të kesh një shtëpi të zbukuruar me ar, ose të ngjitesh në qiell. Dhe nuk do të besojmë as në ngjitjen tënde, derisa të na sjellësh një libër që ta lexojmë. Thuaj: I lartësuar qoftë Zoti im. A jam unë veç se një njeri i dërguar? Surja Isra 90-93. Kjo tregon se ata kërkuan shumë gjëra të pamundura për të vënë në provë profetin a.s. duke kërkuar diçka që i tejkalon aftësitë e një njeriu. Kjo nuk nënkupton se Miraxhi ishte i pamundur, por se kërkesat e tyre ishin të pabaza. O robi Allahut,
ruaje zemrën tënde dhe i më i kujdesshëm ndaj fesë se sa ndaj pasurisë. Mos i lejo djajt e njerëzve dhe xhindëve të mbjedhin dyshime në besimin tënd. Nëse nuk ke një njohuri të mjaftueshme fetare për të përballuar këto dyshime, atëherë largohu nga ata që i përhapin dhe mos i dëgjo fjalët e tyre, sepse nuk e di se kur një dyshim mund të hyjë në zemrën tënde dhe sa kohë do të duhet për ta larguar atë. Lutim Allahun të na udhëzojë të gjithëve në rrugën e drejtë dhe të na mbrojë nga sprovat e dyshimit dhe të devijimit. Allahu e di më së miri.